Ardian Ismaili vazhdon të qëndrojë jashtë fushës së lojës duke humbur ndeshje të rëndësishme me fanellën e Empolit në fundin e këtij sezoni. Mbrojtësi shqiptar prej 2 muajsh ka luajtur me pikatore për shkak dëmtimesh të njëpasnjëshme dhe I fundit ishte ai që pësoi në grumbullim me kombëtaren shqiptare. Futbollisti qëndroi në të 2 ndeshjet e kuqezinjve në Stol pa u aktivizuar, por u kthye në klubin e tij dhe atje e dërguan menjëherë në tribun duke e cilësuar si lojtar që nuk ishte në gjendje të jepte kontribut dhe duhej të kishte më shumë kujdes me dëmtimet. Vetë trajneri Roberto D'Aversa ka folur rreth situatës së mbrojtësit shqiptar pas humbjes 0-3 në Kupën e Italisë përballë Bolonjës, ku Ismaili ishte në tribun pasi u ngacmua nga gazetarët rreth tij. Për këtë pyetje nuk do të dija si ti përgjigjesha. Ai problemin e parë e kishte më 2 shkurt. Përgjigjet duhet t'i jap mjeku. Ai ka pasur problematika me rikthimin dhe është kthyer I dëmtuar nga kombëtarja. E kam të vështirë ta shpjegoj pasi nuk është kompetenca ime. Është një lojtar I rëndësishëm që na mungon, por duhet të arsyetojmë në të tashmen pa menduar për mungesat. Nuk më takon mua të gjykoj menaxhimin që kishte në kombëtare, tha trajneri I Empolit.